po garan për me udhëheq qeverin, LDK-ja ka vendosur që duhet me çdo kusht me qenë qeverin kuptimin që janë disa procese që duhen. Edhe me lëvizjen vetëvendosje të varës? Tash, në raport me lëvizjen vetëvendosje duhet me kuptu që ne kemi sqaruar vazhdimisht që kemi një hendek shumë të madh. Dhe kur po na pyesin çka i bën ky hendek, jemi munduar m'ia zbërthy hendekun njerëzve, kemi thonë okay, nuk është vetëm çështja e gjuha. Pavarësisht që gjuha është një prej çështjeve elementare sepse kjo e dehumanizon politikën edhe në sytë e shoqërisë. E përmendën fillim të emisionit Janë disa sende shtetare që janë më të rëndësishme më pas se gjuha që duhet mi vendosi pika. Edhe pika e parë, domethënë shtylla kryesore që duhet mu ul me bisedu në raport me pozicionet politike. Kush kryetar kuvendi, kush kryeministër, kush president, a do të bllokohen proceset e emërimeve të gjykatës kushtetuese, a do të vazhdohet me gjuhën e njëjtë linçuese për emërimin e kryeprokurorit, sepse që sa vite jemi vetëm me ushtrues detyre etj. Domethënë, duhet pak me vizu disa sende që janë shumë thelbësore. E dyta, shtyllë shumë e rëndësishme është çështja e integrimeve evropiane dhe vetë raporti me aleatët tonë kryesor. Nëse ne nuk gjejmë gjuhë të përbashkët këtë që LDK-ja e shes si thelb dhe fundament të Republikës Kosovës, atëherë kemi problem me shkututje. Domethënë, pikat kanë me qenë të parafrimit programor dhe nëse dikush mund të thotë që me gjithçka kanë pa nga lëvizja vetëvendosje këto 5 vite është që ekziston mundësia e parafrimit në këto që po i përmendi, atëherë sinqerisht di çka them, po unë nuk besoj në një farë kthjellësie brenda natës. Dors. Kena ardhë ka dalë deri te pjesa e fundit. Faleminderit shumë për konsideratin, faleminderit si muzikë ke ardhur në emision tonë. Keluan me ndajt më shkurt. Faleminderit shumë për vlerësimin. Dors, pse duhet mi votu LDK-n konkretisht Dorsa gjatë këtyre zgjedhjeve? Di si shumë modest, po jena në fushat. S'ka lidhje unë prapë për vetes pse. Okej, edhe s'ka standard që e bëjmë fund të emisionit. Jo, për vetes prapë s'po flas. Jo, po tash është standard se na vjen kjo pjesë. Si kur bosh ministr ose diçka unë ilshoj këtë pjesë, ma e mon me ndorës. Mu e kanë më ka ra fatkesisht gjatë media me përcjell shumë njerëz të mirë. Me marrë me bëj intervista kualitative, kur kanë shku në pozit, kanë ndryshu për një stek pësdi. E kom shef mi rujt si arkivu, se merë kërcim, kom shef mi marrë, edhe mi shumë anë asë më i doarë që a gjelon para 4 vjetë. Edhe si që shje bota. Si që shje bo, ka e nisë? Letër se është, dhe me thonë, partia një 2-3 një 4, jo më vazhdimësi e LDK-s. Ndërka që pse LDK-ja mendoj që një vjetë jemi mundu mja spigu njerëzve që përveç që LDK-ja vazhdojnë me pas programin ma serios, edhe ekipin ma serioze, edhe kandidatin për kryeministër të dëshmuar edhe në sjelljen e ekzekutiv edhe në jo korruptueshmërinë e tij, është edhe një aspekt tjetër që ka ndodhur këtë një vit. LDK-ja ka mbajt fjalën e vet që ja ka dhënë elektoratit me gjithë gjykimin që na u ka bë, sulmet e presionin që na u ka shtru, sepse ne kemi thjesht besën ndaj elektoratit për neve është bu gjithçka. Do thotë është shndruar në një modus operimi të LDK-s si parti politike. Por pavarësisht të gjithave, LDK-ja ka ofru zgjidhjen në momentin ma kritik të krizës institucionale që ka qenë qeveria gjithëpërfshirëse. Me gjithë ato fyrje e trajtim jo serios të propozimit tonë, ne përfundum në fund vit që krejt partit politike mu dakordu që ajo ka qenë zgjidhja ma e mirë. Kështu që sa i votoni partit e tjera politike me ardhë në konkluzionet e LDK-s, votojni LDK-n, sepse i ka konkluzionet që në fillim shtetare institucionale për zhbllokim të krizës. Dars, tash po këtu më kthy pyetjen e fundit, mos po kthena në paralelin ku janë nxjerrë emisionet e spektri politik, pak populizëm, pyetjen e fundit për ndaj titull. Pi kërkojmë pra 500.000 vota. Vetëvendosja, po. Kërkesa për 500.000 vota. Ata mundën me kërku që ka dojnë. Po, edhe herën e kaluar me kërkuam, po në fundit këtë vendos qytetari i Republikës Kosovës, shiko, do doja që ata të kërkojnë kthjellim të situatës politike në Kosovë. Do doja që ta shoh një lëvizje vetëvendosje e cila reflekton më ndryshe, sepse fundit është parti politika e cila e ka një mbështetje të madhe në elektoratin shqiptar dhe nuk ka mëkat më të madh se sa ta kesh atë fuqi politike nga një votë shqiptare e ta keq përdorosh deri në këtë mënyrë. Kështu që besomni edhe nëse i marrin kur gjos kanë me bo. 28 vjetori. 4 vjetë kanë shku me qatë përqindje dhe s'kanë bo. Ku një deklarata të ndryshme të e shpall referendum. Dhe referendum thojmë vetëvendosja, referendum eksponent saktum politik. Qashtu thëshin edhe ma herët. Po, referendum ata, zgjedhjet e 28 vjetorit, zgjedhjet të rësisë veçantë të ditë mas një blokade, peripecive, masave, sfidave që ka Kosova, apo referendum? Jo, janë zgjedhje ku qytetari i Kosovës duhet përfundimisht me vendos çfarë lloj shteti po e don.
A e do në shtetin o andrave të viteve 90-ta, liri pavarësi demokraci, sepse shtylla e tretë është të na u rënu, apo thjesht e ka ndryshu mendimin rreth asaj se çka ka kërkuar në vitet e 90-ta. Do me thonë, mendoj që ndarja duhet me qenë këto. Është rënu demokracia si pas teje? Absolutisht është tu rënu në rënim e sipër. Kush? Nga lëvizjave të vendosje, nga ky pushtet, nga gjitha format e funksionimit tyre në këto vite, dhe unë jam e gatshme me fol 10 orë për këtë temë, dhe por uroj me gjitha që qytetari kam brit deri tash me kuptu që rënimi demokratik nuk bëhet mrenda natës, nuk është diçka që krijon shumë zhurmë, nuk është grusht shtet, nuk është puq, nuk sheh tenka rrugëve kur rënohet demokracia, por rënohet me mekanizma që këta po i shfrytëzojnë dhe fatkeqësisht edhe në vende tjera si kurse Hungaria, pas zhbërjes demokracisë njerëz kanë mbetur në një pikë ku kanë thënë u bë. Vita thon pyetja fundat. Ka po them s'po me ardh në pikën për me thënë u bë dhe te na e qysh se pam, unë po i lus me reflektu sepse shtetit cili ne po dojmë me pa shtetit që i kemi projektu ne bashkë me aleatët tanë vitet e 90-ta. Kjo rruga cilën jemi nisë sot nuk është qaj shtet. Unë nuk e di... Çfarë rrugë nisë shtetit? Shiko,